Jeni me dije, administrata e Donald Trump ka nisur një hetim të thelluar në rastin konkret për vaksinat anti-Covid, pa u ndalur në marka të ndryshme. Ata pretendojnë se ka shkaktuar vdekjen tek fëmijët, por gjithashtu edhe te të rriturit. Ka shumë mjek madje që shkojnë edhe më tej, thonë është rritur arresti kardiak si pasojë e vaksinave. Në gjykimin tënd, qëndrojnë gjitha këto pretendime, a ka një studim serioz që ka vërtetuar se si pasojë injektimit vaksinave anti-Covid të jetë shkaktuar vdekje? Ne kemi disa studime madje që nga 2021 që kur filluan mund ta quajmë komplikacionet e para serioze të shumë pacientëve që kishin marrë dozat e vaksinave dhe u pa që kemi pasur dhe rastje qoftë me tromboza, qoftë me meningite, qoftë me prekje të muskulit të zemrës me miokardite, pra acarimit të muskulit të zemrës, deri në komplikacione vdekje prurse, kur janë raportuar raste të tilla dhe pacienti tani më e kishte marrë paraprakisht vaksinën, të gjitha këto raste janë mbledhur në një bankë ndërkombëtare, qoftë ajo evropiane dhe amerikane. Në 2021 ka dalë nga Gjermania, ka qenë studimi i parë i Edlerit dhe i Schuberit, të cilët kanë mbledhur për Gjermaninë të gjitha rastet e raportuara të vdekjes dhe janë bërë autopsi post-mortem, pra pas vdekjes së pacientit, për të studiuar nëse ka një lidhje midis vaksinës dhe vdekjes së pacientit, dhe në më shumë se 95% të rasteve është vërtetuar që vaksina nuk ka pasur asnjë lidhje me vdekjen, por ka qenë një vdekje nga sëmundja bazë për të cilën pacienti ka qenë i shtruar në spital. Kështu që të gjithë, edhe disa studime të tjera ka qenë një Spanjës me çevë dhe edhe një studim amerikan akoma dhe më i madh, pra 3 studime internacionale të mëdha, të cilët të gjitha si konkluzion kanë arritur që nga ana statistikore dhe dhe nga ana shifrave do të thonim që për 1 milion doza vaksina të dhëna është raportuar një rast të vdekje. Dhe kur ky rast i raportuar pastaj është studiuar nëse ka qenë a vaksina arsyeja për vdekje, është parë se, siç e thash, më shumë se 95% të rasteve vaksina s'ka pasur fare lidhje. Pra nga ana statistikore, studimore, ne mund të themi me kompetencë të plotë që vaksina nuk ka shkaktuar komplikacione serioze të relevante për shëndetësinë. Pra, të relevante do të thotë në mjeksi më shumë se sa 0.05%. Për këtë përqindje, në 1 milion, imagjinoni po ta llogarisim, çdo njeri mund ta llogarisë se sa vete 00 pas presjes në thonjza. Prandaj definitivisht këto pretendime të administratave politike, qoftë në Amerikë, qoftë në Rusi, sepse të dyja shtetet e mëdhaja, fuqitë e mëdhaja dalin njëra nxjerr që vaksina është vdekje prurse, thot Amerika, kurse Rusia thot kemi gjetur vaksina kundër kancerit. Pra vaksina është bërë si punë, si mund ta quajmë si topi i futbollit, që hidhet sa njëra që nga kështu që ne si mjek jemi në mes për të qartësuar që studimet shkencore e mohojnë që vaksina tek fëmijët, por dhe tek adultët kanë shkaktuar komplikacione të rënda deri në vdekje prurse, kështu që në këtë pikë e kundërshtoj totalisht. Hetimi mund të bëhet dhe duhet të bëhet, por gjithmonë me një komision të pavarur shkencor dhe jo nga njerëz jo kompetent të një administrate publike. Ja do dëgjojmë edhe doktor Trocin. Doktor, ju çfarë qëndrimi mbani? Si që tha doktoresha, atëre që hetimet duhet bërë nëse ka një dyshim për të qetësuar edhe popullatën, është shumë mirë, bëhem hetime edhe për gjëra më pak të rëndësishme, kështu që kjo është e drejtë që të bëhet, politika bën punën e vet. Fakti që tu ka patur një humbje, thua materiale, siç e thatë edhe ju përpara në hyrje, ku nuk ka asnjë dëm shkencore, ku s'kemi asnjë publikim, nuk kemi asnjë dëm, nuk kemi asnjë, si thua, analizë për cilën ne mund të flasim, është si të flasësh parlare al vento, si thënë në italian, flasësh me erë, në kuptimin që nuk kemi asnjë mënyrë për të thënë se ka pasur një cause effect me vaksinën. Ne duhet të presim dhënat që do mblidhen, që po mblidhen, por siç e kemi thënë edhe themi, vaksina është, si thua, vaksinat e Covidit, sidomos ato me RNA, që janë ato që po vëhen në mëdyshe, kanë patur një efekt shumë pozitiv në mbylljen e pandemisë dhe në shpëtimin e njëra jetëve, kështu që kjo është e pa mohueshme. Është diçka që fatkeqësisht krijon bujë, krijon, si thua, zhurmë në publik, sepse flitet për
për fëmijë, flitet për humbje, për fatalitete, dhe siç e thatë aty FDA tani po mundohet që ta bëjë më të gjerë atë shgërshërën e studimit, duke futur edhe dhëna tjera, kur të kemi këto dhëna të publikuara, të parë nga një komision shkencor, i cili publikon në një revistë zyrtare shkencore që është e indicizuar, atëherë mund të flasim dhe mund të themi se ka apo nuk ka ndodhur dhe sa është rreziku. Sot e kësaj dite efikasiteti i vaksinës në krahasim me rrezikun është shumë herë më i lartë në favor të efikasitetit dhe të shpëtimit të jetës. Kështu që si thua, këto drejtohen pak edhe nga ana politike, si thua, këto fushata, kështu që ne i marrim, i dëgjojmë, por duhet edhe t'i shkojmë në mënyrë më kritike, jo kështu t'i marrim akritikisht dhe t'i bëjmë tonat sikur janë të vërteta. Ne kuptova, patjetër edhe unë prandaj kisha shumë dëshirë që të kisha të dyve dhe të merrja opinionin tuaj profesional. Në fakt, zoja Dollenberg ka drejt. Në negociata midis shteteve janë përdorur vaksinat edhe të tjera si këto, po më lejoni në kuadër të përdorjes politikës edhe në raste pandemie të ndaj me ju një status të një kardiologu, cilin nuk jam i autorizuar t'ja përcjell emrin, i cilin thot, një studim me 2 milion banor në Content King në Washington evidenton një rritje me 1236% të arresteve kardiake në këtë zonë të supervaksinuar me vaksinën mRNA. Studimi është publikuar në 2024, por vetëm pardje ka dalë në shtyp. Për këdo që nuk e kupton e gjithë, tragedia COVID-19 ishte pjesë e ideologjive woke. Besoj që e keqja zbëhet aty ku ajo lind. Keni një koment lidhje me këtë? Atëherë, mund bëj një koment që bën të përherë profesori im i statistikës. Edhe studimet shkencore ne do t'i shikojmë me një sy më të thellë, sepse për shembull thonte që kur migronshin ndani nuk më vjen në shqip se si thuhet ato që sillin fëmijët në imazhin e kartoneve. Kur migronin disa zogë drejt Austrisë, u rriste edhe numri, panë që nga ana statistikore rriste edhe numri i lindjeve. Nga ana statistikore, kjo ishte perfekte, do thotë që ishte shumë signifikative, po nga ana, si thua, e realitetit ishte diçka që s'kishte asnjë far lidhje me ato çfarë ndodh në biologjinë dhe në të vërtet në historinë klinike. Këto është shumë e lehtë të thuash që është rritur numri, unë nuk e njoh studimin, duhet ta lexoj, por nuk është se mund të marrësh një si thua me një kampion kaq të vogël, duke patur që parasysh që ne kemi një kampion me miliarde persona, që të cilat është suministruar vaksina dhe kudo po mundohen që të nxjerrin si thuash një lidhje dhe është e drejtë që ta bëjmë, sepse ne kemi si detyrë nga ana jonë që nëse shikojmë një efekt ansor, kemi me detyrim ligjor që ta sinjalizojmë dhe këtë gjë bëhet vazhdimisht për herë për çdo ilaç, edhe tani që nuk flitin këto kohë që nuk kemi folur për vaksinat, që janë vazhduar, kemi vazhduar të bëjmë akoma vaksina Covidit bëhet akoma, vaksina influencës bëhet akoma, është për herë organet kontrolluese janë për herë aktive, nuk është se mbyllen kur mbyllet edhe si thua mbulesa mediatike. Do të jemi qetë nga kjo anë. Po, zoja Dollenberg, e mbyllim bashk një koment për statusin e kardiologut, mjekut, i cili në fakt i referohet një lloj vaksine, mRNA, në mos gaboj. Kjo ishte përgjegjëse për arrestet kardiake. Për vaksinat gjenetike. Është shumë e thjeshtë, siç e tha dhe doktor Alberti, edhe studimet, ne jemi të dy shkencëtarë dhe këtu në Gjermani ku kam bërë unë studim shkencor, varet cili target, cili grup mosh unë përzgjedh. Nëse unë shkoj në një azil të pleqve ku mosha mesatare ka mbi 80 vjeç dhe të gjithë janë sëmur kardiak ose kanë një sëmundje shoqëruese dhe të gjithë janë të detyruar ta marrin vaksinën, më besoni tek të gjithë këto pacientë që kanë marrë vaksinën, unë do gjej një sëmundje të zemrës,
Tërpyetja është a ka kauzalitet, pra ka shkak pasoj midismarrjes dhe një lidhje shkaktare midismarrjes së vaksinës dhe sëmundjes kardiake, e cila mund të ketë qenë 30 vjet që para 30 vjetësh. Prandaj studime të tilla përshkruese, siç ka bërë dhe kardiologu në atë lagje të caktuar që ka një popullsi të caktuar me të vërtet nuk janë nga ana shkencore aq relevante dhe doktor Alberti mund ta konfirmojë, jo të gjitha studimet kanë të njëjtën cilësi. Janë studime që raportohen në Lancet dhe në revistat më të mëdha shkencore dhe janë studime që nga ana shkencore janë të një cilësie shumë të ulët, por administrata e Trumpit i përzgjedh këto, që ka qenë edhe me paracetamolin dhe autizmin. Vetë një studim në gjithë Amerikën, gjithë bota shkencore thotë jo, paracetamoli nuk shkakton autizëm. Ka një studim të një personi të ngjashëm si ky që përmendet te juve që ka bërë një studim jo relevant që Trumpi referohet, ndërkohë që gjithë shkencëtarët e botës thonë vaksina nuk është vdekje prurse, madje është jetë shpëtuese. 1 në 1 milion është për shkencën dhe për statistikën 0. Kështu që në këtë pikë mund t'i qetësojmë prindrit dhe gjithë fëmijët që kanë marrë vaksinat, sepse me të vërtet nuk shkakton as sëmundje dhe nuk është e rrezikshme për shëndetin. Pra, të gjitha këto tema, Donald Trump po i përdor për populizëm, edhe paracetamolin edhe vaksinat, apo jo? Patjetër, është bërë mjek, do të thënë duhet ta dorëzojmë doktor Alberti mbase përpashkën t'ia japim atyre të administratës së Trumpit se nuk ja dalim dot me kaq shumë publicitet që po bëjnë. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi bashkëbisedimi me ju. Ju uroj punë të mbarë dhe faleminderit që gjetet kohë sepse e di që e keni shumë të çmuar. Faleminderit. Faleminderit. Shkëputemi për disa minuta publicitet.